Si shikoni sot, vim këtu, përballemi me këto pamje që shikoni, ka prej 10 ditë që ka filluar ndërtimi. Neve sot, kërkesa jonë ishte të takoheshim me një përfaqësues të GNR2-shit dhe të na njihte me dokumentacionin, kryesisht me lejet. Pasi dyshojmë tek leja. Arsye që dyshojmë është se leja mjedisore edhe nga KMEja ka skaduar. Leja në Këshillin e Baseneve ku unë bëj pjesë, ata nuk kanë aplikuar fare pra leje që janë para kushte për lejen zhvillimore. Ndaj po them që përballemi me shumë të panjohura. Kam një thirrje për organet ligjzbatuese, Policinë e Shtetit, IKMT-n, Inspektorati i Shkatërimit Kombëtar, më thjesht, të vinë të bëjnë verifikimet e duhura këtu. Pra kërkoni transparencë. Sepse për një shkelje, për një çati, për një gardh, IKMT dhe Policia e Shtetit e marrin qytetarin si shelek e hedhin në fugon policisë dhe e ndalojnë. Ndaj po them që kjo është shumë shqetësuese. Po pati shkelje mendon se do ta marrin si shelek GNR2-shin? Bashkimulin? Është pak e vështirë. Pse? Sepse shikoj një mosreagim edhe politika këtu është shumë në heshtje. Ai pasa miq të dy krahët e politikës shqiptare. Edhe kjo na penalizon neve dhe të komunitetit që e vuan direkt.